Një shtetase 44 vjeçare ka humbur jetën gjatë transportit në spital. Sipas uniformave blu të Malësisë së Madhe, gruaja 44 vjeçare dyshohet se ka ndruar jetë për shkak të arrestit kardiak. Ndërkohë, një aksident ka ndodhur paraditën e kësaj të premte në fshatin Kopliki Sipërm. 2 automjete janë përplasur me styre, ndërsa si pasojë e aksidentit janë dëmtuar lehtë 2 drejtuesit e automjeteve dhe një pasagjer, të gjithë jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa një shtetas 35 vjeç banues në fshatin Dobraç është arrestuar nga policia pasi është konstatuar se ushtronte veprimtarinë e këmbimit të valutave në mënyrë të jashtëligjshme. Gjatë kontrollit në subjektin e tij janë konstatuar shumë parash të valutave të ndryshme, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. 2 shtetas 62 dhe 58 vjeç u proceduan penalisht pasi nga kontrollet e kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE-s, në banesat e tyre u konstatuan lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Së fundi një 25 vjeçar nga Omarai i Malësisë së Madhe u procedua penalisht pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë i gjetën një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.